është mirë në qytetarëve që përparim Rama të fitoj. Ka qenë pak interesant, domethënë dy kandidatë të njëjtës parti, se kush fitoj i shohim rezultatet, por më rëndësishme është që ka qenë një proces shumë i rregullt, shumë fair, shumë korrekt, gjë që është e mirë për Kosovën sepse është monitoruar nga OSBE dhe nga njerëz kompetent. Kështu që urime për gjithë ata që kanë fituar. Po du më të pyet pak specifikisht, po du për një temë tjetër, 10 komuna të listës serbe në fakt, a është shqetësuese kjo gjë? Shqetësuese shumë, sepse është bën një hegemoni e listës serbe, edhe në ato komuna ku kanë udhëheqë domethënë serb lokal që i njohin Republikën e Kosovës dhe institucionet tona, tani ka marrë lista serbe. Kjo nuk do koment. Ku është gabimi në fakt për këtë fitore të tyre? Gabimi është e politika jonë. Pse? Sepse ka ndikuar ajo në një lloj presioni që ju është bën listës serbe pa nevojë, edhe kjo e ka bot vetëm. Mendoj ashtu. Kush e pritet në Prishtinë me fitu? Përparim Rama. Mendoj se është njeri që ka pas projekte, ka pas një program, ka një vizion të qartë për Prishtinën dhe është mirë në qytetarëve që përparim Rama të fitoj. Partia Demokratike e Kosovës me kandidatin e tij Petret Hajdarin, po du më të pyet në Drenas doli humse në fitore prapë me Ramiz Latrusa, mujtë me përcjell ngjarën atje. Po, e kom përcjell me vëmendje se ka qenë pak interesant, domethënë dy kandidatë të njëjtës parti, por mendoj që Ladrovci ka qenë një kryetar praktik shumë, që ndoshta i ka mungu politika, po ka qenë praktik, i ka realizu projektet edhe sukses. Faleminderit shumë edhe juve për opinionin. Mirupafshim, shumë faleminderit. Osman Vitia.